Gjithë ju teleshikues, jemi me takimin ton të përjavshëm ku edhe sot do të sjellim një tjetër intervistë me një figurë të njohur të skenës muzikore dhe asaj televizive. Bëhet fjalë për një kantautor mjaft të njohur, i cili numëron rreth 6000 tekste këngësh, ka bërë hite të ndryshme të këngëtarëve më të njohur që kanë prekur majat e karrierës së tyre. Ka bërë tekste për grupin Elita 5, për Sabri Feyzullaun, Sinan Vllazaliun, për Leonora Jakupin, Big Mamën, Arta Bajramin, Leonora Poloskën dhe kështu me radhë janë shumë artistë. Gjithashtu ka shkruar mjaft tekste këngësh edhe për bilbilat e vegjël, për voglushët. Kam nderin që ta kem në një intervistë sot në studio zotin Avni Çahili. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjeta Blerona, gjithmonë kënaqësi të jem prezent të to në televizionin Koha, i cili po bën një mision aq të bukur, aq të mirë dhe po përfshin artist nga gjitha trojet. Faleminderit. Faleminderit shumë, është shumë kënaqësi që të kemi sot ty këtu dhe të bisedojmë bashkë. Fillimisht më trego si ndihesh, si je, si ka shkuar dita sot? Unë ditët i kam me shumë zhurmë, me shumë udhtime, por kam arrit në jetën time mëngjesin ta kem shumë të qetë. Unë zgjohem pak vonë dhe kam qejf me kafen e mëngjesit ta shijoj me shumë cigare, me shumë qetësi, edhe telefoni nuk e marra afër vetit, ajo zgjat një orë e gjysmë, 2, edhe pastaj vazhdoj, sot e fillova prej Tetovës, nesër do ta kem prej Prishtinës, të shtunën prej Strugës, kështu që pas nuk i dihet ditës time. Je vazhdimisht në vrap, a të lodh kjo dinamika, kjo jeta e shpejt, po themi? Ndonjëherë ka momente kur unë lodhem, po ndonjëherë kur nuk kam aktivitete dhe mërzitem, sepse jam mësu gjithë jetës unë të kem një angazhim, të kem stres çdo ditë. Po. Edhe si duke stresi më shbë për ditëshmëri. Kështu që nuk më lodh, e ndjej si shumë kënaqësi. Gjatë gjithë javës, kur e ke atë momentin e qetësisë që pushon? S'ka momente qetësie, thash unë jam stage ose backstage. Kur them backstage, unë jam në për bodrume, në për studio, Gilan, Ferizajn, Gostivar, Tetovë, Prishtinë, ku krijojmë ato këngët tona, ose jam në skenë duke prezantu, ose pjesë ndonjë jurie, apo kështu që qetësi nuk ka, qetësinë e gjem mbrëmje vonë, kur na bet pak kohë me shoqërit mirë mblidhemi, ngrejmë nga një gotë, bëjmë qejf, dim të këndojmë, të mbyllim lokalin, edhe të rrim deri në mëngjes. Ta shijoni atë qetësi apo edhe atë bisedë, po. Cilat kanë qenë angazhimet që të kanë lodhur më shumë këtë kohë e fundit? Të gjitha. Lodhur në thojza. Tash janë përgjegjësi të gjitha. Të gjitha janë përgjegjësi. Unë ka 30 vite që krijoj dhe kam një kontinuitet të punëve të mia dhe aty jam, në një mes të artë, 2 artistë shkojnë, 2 vinë, 3 shkojnë, 4 vinë, apo 1 shkon, 3 vinë, apo 3 shkojnë, 1 vjen. Unë kam marrë një radhë, një kontinuitet, sa që jam paqe me vetveten, jam shumë i saktë në termine unë. Artistët cilët mi dështojnë njëherë 2 herë terminet, ata më harrojnë mu krejt, se s'kam kohë t'i pres ata. Kështu që çdo ditë është e njëjtë e imja. E thej që 30 vjet aktiv në skenë. Si është të rritesh në sytë e publikut, por megjithatë të ngelesh një djalosh që vazhdon të shkruash me aq pasion? Asnjëherë nuk kam pretenduar, as nuk kam menduar që t'jem një ftyrë publike, po çdo herë kam menduar ta mbaroj punën. Ta mbaroj punën, fillimisht ti nise shumë miqësisht, me shokët e klasës, me shkollës, me të lagjës, me krejt, kalojnë shumë vite dhe ti, kur kthehesh mbrapa, shef që ke një background. Kështu që nuk më befason kjo mu shumë, unë jam i njëjti si në skenë, si në bisedën tënde, si pastaj kur do dalim jashtë, mendoj që sinqeriteti të jesh vetja është vetë suksesi. Në qoftë se këtë bisedë do ta bënim në vitet 90-ta, atëherë kur edhe e ke nisur karrierën. Çfarë do më thoje për Avni Çahilin? E dije se ku do arrije, e kishe një qëllim apo të ka ndihmuar edhe pak fati?
Unë asnjëherë s'kam pas fat në jetë. Asnjëherë, të gjitha punët që i kam bërë me mund, sa që ndonjëherë kur e krahasoj veten me disa të tjerë, sa lehtë kanë disa të tjerë dhe sa vështirë kam unë. Kam fillu vetë, ndonë se vi për një familjes qytetare, shkupjane, pak patriarkale, por që çdo gjë kam arrit vetë. Asnjëherë prindët e mi nuk kanë intervenu sepse nuk kanë pas mundësi. Asnjëherë dikush tjetër nuk ka intervenu për mua sepse nuk kemi pasur as lidhje. Çdo gjë që kam bë vetë. Tash sa e kam ndje këtë gjë? E kam ndje këtë gjë sepse që në klasën e parë të mësusja Agje Gjini, që ka qenë një gjeni prej mësuses, e di që ajo e ka vrej talentin tim, kam bë 4 vargje, pastaj pak më tepër. Ajo më çonte unë të recitoj para nxënësve, të këndoj para nxënësve. Dhe ti fillon ta marrësh një guxim. Në fillim të duken ato vargje që ti i ke krijuar, të duken që sharake, apo thua mos vallë do tallë dikush me mua, por kur dikush t'i vlerëson, ty të jep shumë vullnet, ty të jep shumë krah që ti të vazhdosh. Dhe kështu ka qenë, pastaj dikur në klasën e altat fillores, unë isha i që prezantoja manifestimet e shkollës, unë isha i që shkoja në për gara republikane, kur flasim gara republikane në kuadër të ish Jugosllavisë. Unë isha i që shpërblesha me çmime të para, por asnjëherë s'kam qenë lakmitar. Ndoshta kam pas qejf të lëvizim, të bëjmë disa shëtitje kështu për qejf, shohim, por çmimet nuk më kanë bërë që wow, unë qenë kam më i mirë. Jo, asnjëherë nuk jam ndje i tillë. Por sikur e kam dash skenën, e kam dash muzikën shumë, edhe e kam ndjenjë gjë të tillë. Dhe fati deshi që në një konkurs shkoj në televizion dhe të mbetëm gjithë jetës aty, por jo gjithë jetës, sepse tash kam marrë diçka tjetër përsipër. Mes muzikës dhe televizionit, ku të flesh shpirti më shumë? Çdo gjë është show, edhe televizioni është show. Këto janë dy gjëra shumë të përafërta, saqë po i njohet të dyja, ti je shumë i suksesshëm. Po si njohet të dyja, ti je pak mangu. Unë kom pas këtë fat, unë kam punu programin informativ 15 vite, në ndërkohë kam kriju. Po kur më unë kalova në programin kultur artistik, unë aty isha dhe isha shumë lehtë dhe shumë mirë, sepse çdo gjë për mua ishte shumë e njohur. Se të gjithë artistët që vinin, që nuk janë pak, unë nuk isha nevojë as për koncept, as për skenar. Unë dija si ti pres ato, unë dija si ti trajtoj ata, dija si ti ledhatoj ata. Kështu që nuk do t'i ndaja, tash televizioni është magji në vete, ka qenë, tash nuk di sa është, por me gjitha ato mbetet prap prioritet, por nuk do t'i ndaja të dyja. Muzika ndoshta pak më tepër më plotson, sepse televizioni ka koncept programor dhe ti duhesh i kujdesshëm në fillimin e fund, ndërsa muzika, qoftë mbrëmje, qoftë koncert, qoftë aheng, dime dhe ta teprojmë pak, të pim pak. Të kënaqemi, t'i gëzojmë jetës. Avni, do doja pak të ndalem tek fëmiria. Folëm pak për ato sukseset e tua, hap pas hapi, çdo sukses si erdhi. Megjithatë, si do ta përshkruaje fëmirinë? E varfër dhe e lumtur. Kur them e varfër, jo vetëm unë, po ne mendoj që kemi qenë gjithë një kategori. Unë kam jetu në një lagje të Shkupit, Gazibab, ku kemi qenë krejt shqiptar, ku gati se gjithë njëta i kemi pas shtëpiat, ku gati se gjithë ne i kemi pas babalarët punëtor, për nënat as mund të sflitet se nënat gjithë i kemi pas anvise të shtëpis, por që e kanë kryer misionin e vetë me shumë dashuri dhe kanë arrit sukses. E lumtur, pa rrjete sociale, pa telefona, dikur vonë kemi pas telefon fix në shtëpi, edhe ka qenë një familje e lumtur, kur ne për të shkuar në shkollë, fillonim të mblidhemi një të thritemi gjithë në për shtëpia dhe të shkojmë grup, dhe të shkojmë shkollë, ndonjëherë edhe të i prit njëri tjetrin, ndonjëherë edhe vonoheshim në orë. Pastaj e njëjta vlente edhe në kthim. Pastaj ato detyrat e shtëpisë, ai ke bëu detyra, ta më jep ti kopjoj apo diçka tjetër kështu. Familje e bukur, e lumtur, ne jemi kënaq me lojrat, me futboll, me servis, me
lojrat e natës, sy fshelur, pastaj kanë qenë shumë bukura ato netët e Ramazanit, pas iftarit, kur mblidheshin më hall, apo e kam thënë edhe një intervistë tjetër gjatë verës, kishte pishinë, apo ne s'kishim mundësinë e laheshim Vardar. Por kur shkonim në Vardar nuk ju tregonim prindve se ato kishin shqetësimet e veta, mos na ndodh diçka, ne nuk u tregonim atyre, bile tu dashti rujm ato shapkat tona që i kishim blej, ato i linim të shtëpia dhe shkonim këmbë zbathur. Gazi Baba është aty afër Çarshis, është qendra e Shkupit. Edhe ne shkonim në për Çarshi, kalonim këmbë zbathur grup, djemsh të mahallës, apo të klasësh, laheshim gjithë ditën. Sa arrinit t'i fshihnit ato gjurmët e krimit në tojsa? Pastaj na mirte edhe uria, edhe ne kur ktheheshim prap në për Çarshi, ne nu haqim në për ato qebaptorët, erën e qebapave derisa vinim të shtëpia. Pastaj pason të ku ishit. Edhe zakonisht ka qenë gënjeshtra jon. Në park kemi late ato zorët që i uitin parkun. Fëmiri pa brenga, fëmiri pa bryla, fëmiri pa firma. Ka mjaftu t'i kesh një par shapka, një par shorcat mira, një maic, edhe iku. Çdo gjë që ka qenë vetëm qejf, ne vetëm jemi argëtu, ne vetëm kemi loz. Ndërsa tash kur i shoh fëmijët që të vegjël, të brendu me iPhone, me tableta, me gjëra të stërngarkum. Fëmiri e mirë ka qenë, pastaj ka qenë shumë e bukur kur ne shkonim të gjyshja në fshat. Edhe kur ktheheshim shtator në shkollë, si kaluat pushimet verore, me shumë krenari ne shkruajmë në fshat të gjyshja, si kemi shku si kemi pa kafsh, kemi shku me ato dhen e lop, me ato fshatarët andej. A ishtë knarsi shumë e mirë, dhe tashti kur kthehesh në kohë thua çfarë jeti idilike dhe e bukur ka qenë. Bukur. Për çfarë ke më shumë nostalgji nga ajo periudhë? Nostalgji është e gjithë periudha është nostalgji. Të kthehem edhe një herë, po s'do të doja asgjë më tepër. Është të kthehet edhe një herë ajo kohë. Kur e shikon tablon e jetës, a ke ndonjë peng nga i gjitha që ke kaluar? Peng, nuk kam peng. Unë mendoj që të gjitha atë që e kam pas në kokën time, që si fëmijë, që po t'ja thoje dikuj tjetër, do të thoshte ky është i çmendur dhe është e pamundur. Unë qëllimet e mia jetësore i kam arrit gjitha. Peng, unë edhe sot e kësaj dite kam peng që në shqiptarët e Maqedonisë. Kur nuk ndjehemi në shtetin tonë dhe unë asnjëherë s'mund të them që jam shtetas i Maqedonisë, dhe e dua këtë shtet, edhe pse është i yni. Ky është pengi gjithë jetës, sepse politikat e kanë bërë që ne as të ndjehemi qiraxhi në vendin tonë. Po. Do të kaloj tek një tjetër pyetje, pavarësisht se ju jeni shumë i hapur, reflektoni shumë mirësi, shumë, nuk e di, jeni shumë solar. Megjithatë, nëse takohemi me Avniun, pa kamera, pa mikrofon, çfarë lloji personi jeni? Jashtë kësaj botës, jashtë kësaj figurës publike. Edhe më i harreshëm. Edhe më i harreshëm. Unë i dua njerëzit, e dua familjen, i dua miqt, edhe unë kam qej vetëm të kënaqem, jam njeri që tregoj barcoleta, jam njeri që di të tallem, edhe në emrin tim jam njeri që krijoj atmosferë dhe kushtri me mu kënaqe. Nëse vjen për gjysmëora i përfundon deri mëngjes me mu, kushdo qoftë. E mirë kjo. Kalojmë tek një tjetër pyetje. Cila është pyetja që më shpesh ja bën vetes në orët e vona, me që thej që je një person që nuk e do shumë mëngjesin, ngrihesh më vonë? Unë për disa muaj do doktoroj në media dhe komunikim. Kur kam mbaruar në universitet, ka qenë viti 91, sepse kam studiuar në Prishtinë dhe në Shkup, edhe atëherë në kokën time u pat mbjellë se unë duhet të magjistroj dhe të doktoroj. Mirë, po ajo amullia 10 vjeçare e Kosovës, inkuadrimi im televizion bëri që sikur ta lënë në backstage, në prapavi këto përgatitjet e mia akademike, dhe
gjithë jetës e kam pyet veten, kur do magjistrosh, kur do doktorosh, kur do magjistrosh, kur do doktorosh. Unë gati jam në funde, edhe më tutje e pyes veten, kur do doktoroj. Në qoftë se më herët do duhej shumë më tepër punë, shumë më tepër përpjekje për të arritur tek suksesi, tek fama. Sot ndoshta është bërë më e lehtë për të arritur suksesin, famën, ndoshta edhe rrjetet sociale kanë ndikuar. Si e sheh këtë brez? Me çfarë po e rrisim? Çfarë brezi po vjen? Vjen një brez i globalizuar, vjen një brez komercial, se sot çdo kush mund të jetë i famshëm, në çfarë do sfere dhe në çfarë do mënyre. Derisa ne kemi qenë gjenerati idealiste, ne fillimisht e kemi dash gjuhën, e kemi dash kombin, e kemi dash shkollën, e kemi dash punën, dhe jemi mundu të krijojmë diçka pa mjete materiale, ndërsa sot çdo gjë është materializuar dhe çdo gjë mund të bëhet, ti mund të investosh në sponsorime, në për jetë sociale, në për të gjitha, dhe ti sot mund të bëhesh komik i mirë, artist i mirë, këngëtar i mirë, apo njeri i famshëm, bloger, apo si ju thon këty, dhe gjithçka është shumë e lehtë, me pak lek dhe bëhet. Ndërsa atëherë nuk ke mund, ose ke vlera ose s'ke vlera, dhe po patë vlera vështirë ka qenë të ngjitesh në një radio, në një televizion, në një sken, apo dikun tjetër. Sot është shumë më lehtë për të arritur deri te qëllimi yt që e ke. Mirë po thash varet çfarë qëllimi dhe varet çfarë breza po krijojmë ne. A të vjen keq për këtë mënyrën e krijimit të brezave? Keq ndoshta nuk më vjen, po më shqetëson fakti sepse ne edukojmë gjeneratat e reja gabim. Ndonë se edhe aty ka shumë vlera. Mirë po antivlerat i mbulojnë ata dhe sikur ne jemi të prirë të na pëlqejnë ato antivlera. Dhe gjeneratat e reja po rriten me shumë gabime, po rriten shumë ndryshe, ne jemi dëshmitar të asaj se sot prindët e marrin telefonin, laptopin, apo diç televizorin, fëmiu 2-3 muaj ja lëshojnë, edhe pastaj ne dëgjojmë me paraqitje të ndryshme të sëmundjeve të ndryshme që çdo gjë vjen nga pikrisht nga ky moskujdes, nga ajo që fëmijët fillojnë të flasin fillimisht anglisht e pastaj dikur e mësojnë shqipen, apo unë kisha një rast tjetër ku ishin të shqetësuar pse vajza e tyre 5 vite nuk flet, ndërsa ajo gjithkohës kishte pa në televizor një film dizatuar rus. Dhe ajo, kur fillon pas 5 viteve të flet, ajo fillon të flet rusisht. Interesant. Kështu që jemi pak fajtor ne, ndonë se në shtëpi tona ne i vendojmë ligjet, duhen të me ligj të rregullojnë këto çështje të rrjeteve sociale. Mirë po, kur janë në pyetje familjet tona, shtëpi tona, ligjet duhet t'i vendojmë ne, t'i edukojmë fëmijët bukur, t'i edukojmë fëmijët shqip, sepse anglishten ata do ta mësojnë apo ndonjë gjuhë tjetër, dhe unë dua që së paku shkollimi të ketë themele të forta dhe gjeneratat që dalen si gjeneratat mira. Sot ka hapësirë për gjithçka dhe sot çkado që ti ndron, ke dëshirë ti mund të bësh. Si e sheh përfundimin e kësaj? Është një etapë që ndoshta do të ketë një pikë kthese? Unë mendoj që edhe kësaj do e vije fundi. Sikur që ju ka ardhur fundi shumë gjërave tjera, do të vjen një moment që edhe këto do të teprohen dhe njerëzit do fillojnë të kthehen nga realia. Si për shembull në estradë kishim një periudhë goxha të madhe, vdeshje të femrave tona në skenë dhe të gjithë shmendeshin pas atyre. Tash ka ardhur momenti që ato që zhvishen akoma më shumë. Por shkaktojnë averzion edhe nuk i don askush, as të rinjt. Unë mendoj që edhe kjo çështja e rrjeteve, kjo luftë e madhe e followersave, atyre lekëve që i pranojnë blogera, këngëtar, artist, do i vije fundi sepse kjo është një luftë e internetit, ndërsa realiteti tregon ndryshe. Ne shumë herë kemi probleme me disa këngëtar që paraqesin një këngë të re dhe i bën 1 milion, 2 milion, 3 milion, 10 milion views-a. Dhe ti po eftove të vjen ai të këndon në një diskotek, në një koncert lokal, nuk i mbledh as 100 njerëz.
atëherë ne vim në zhgënjim dhe ne do ta pranojmë këtë zhgënjim, sikur tjetë reale çdo gjë po. Mirë po ne i sponsorizojmë dhe tash rinia merret, ky paska 2 milion followersa, ky paska 3 milion viewsa, dhe ne gënjejmë njëri tjetrin dhe rinin apo adoleshentët i qojmë të mendojnë ndryshë se ajo është një jetë reale dhe përmes asaj që ajo nuk është. Unë mendoj që edhe kësaj do e vije një ditë fundi dhe do kthehemi në atë që është reale dhe që është vlerë. Që është vlerë. Fatkeqësisht edhe muzika ka ndryshuar në një farë forme, edhe është devalvuar. Si e sheh ti sot këtë? Muzika. Pas politikës, unë mendoj se muzika është profesioni i dytë profitabil. Shumica e të rinjve, të rejave dhe njerëzve mendojnë që vetëm aty ka lek, kërkon tjetër, që është shumë gabim i madh dhe ka shumë pretendime, ka shumë investime, ka edhe shumë prurje. Nuk ka rregulla se çdo gjë bëhet individualisht, nëse Avniqja Hili nuk të pranon studion e vet, do të pranojnë dikush tjetër, do t'i marrë lekat dhe do të krijojë një këngë, do të bëjë një klip të bukur krejt. Kemi shumë prurje. Dhe nga ato prurjet e mëdha ne nuk arrim dot të shohim kvalitetin, se kemi edhe prurje shumë të mira. Por ato prurjet shumë të mira, mbi ata moshat mbi 30, mbi 40, ndoshta i vlerësojnë, ndërsa gjeneratat e reja jetojnë më duket sot për sot dhe ju pëlqejnë tojza budallëqe që na servohen nga të ashtu quajturit artist, dhe ne po mahnitemi pas atyre, mirë po koha e bën vetëm, ne jemi dëshmitar se sa artist mëdhoj kemi pas në shqiptar në tojza, që zhduken për një herë, edhe ne nuk dim se ku janë. Ndërsa një Sabri Feyzullahu këndon në moshën 80 vjeçare, një Miranda Hashani vazhdon të këndon, një Selami Kolonja vazhdon, një Elita Pes vazhdon të këndon, dhe du të them se vlerat janë vlera, vlerat nuk kanë mosh asnjëherë. Mosha të talentuarit dhe artistët vetëm mund t'i plotson edhe më tepër, ndërsa e gjithë kjo që ndodh për pak lek, për pak pasunim, një menaxheri, një artisti, një krejt, ashtu si që janë zhdukur shumë yjes, dua t'i përmendi me emra, ashtu edhe këto do zhduken nëse nuk i kthehen realitetit edhe vlerave. Jeni optimist, ka hapësirë për kantautorët e mirëfillt në një kohë kur tekstet e këngëve mjafton të rrimojnë, të ketë strofa që vazhdimisht përsëriten, pak ritëm, pak melodi, muzika edhe u bë kënga. Di. Unë nuk kam më lëshu pe asnjëherë. Tash kemi edhe këngë me tekste me vargje më të shkurta, më të mira. Mirë po ku sjell një mesazh, ku unë kam një motiv, ku unë i këndoj diçkaje. Unë nuk kam shlu pe asnjëherë, ka pas një periudhë kur të gjithë më kanë kërkuar, por unë këto tekstet e shkurta edhe këto fjalët e shkurta, unë kur jemi në tavolinë, kur pim, bëjmë show, unë këto i krijoj sa për atmosferë. Fjala shkrimi është i shenjtë, poezia është e shenjtë, edhe ti nëse do të lësh gjurmë, nëse ti do të mos turprohesh një ditë ti, apo fëmijët e tu, apo nipat e tu, atëherë ti merr pak lek dhe bën budallaki lëqe. Unë nuk kam qenë i tharja asaj, nuk jam njeri që lakmoj shumë për paran, për pasuni, për këtë. Unë pos më pëlqeu mua fillimisht poezia, pos më pëlqeu melodia, edhe sikur të shmendet këngëtari, unë nuk e jap. Kështu që unë vazhdoj të jem, por i kam besnik edhe disa këngëtar, disa artist që të Avniu kërkohet vetëm kjo gjë e bukur edhe ata vinë rregullisht, lëvizin po pra vinë të unë, që do të prap jam në një kontinuitet, nuk lejoj, ndonjëherë edhe i shërtoj artistët të mos vidhni via melodike të tjerëve, të krijojmë identitetin ton muzikor. Unë këto kriza nuk i kam pasur dhe nuk lëshoj pe në asnjë mënyrë, tash sa është kvaliteti im, aq sa është. Unë e mbroj atë që unë e krijoj. Atë që ti e krijon. Inspirimi, të flasim pak për inspirimin, cila është periudha kur shkruan më shumë apo je në kontinuitet me shkrimet? Kryesisht shkruaj natën, kur të gjithë flejnë. Por shumë herë thuri 2-3 vargje kur jam në vozitje. Më kujtohet një varg, më kujtohet një ngjarje dhe unë atë e regjistroj, se pastaj e haroj. Por qetësia është inspirimi, ajo qetësia e natës,
ti sjell tingujt vet, ti sjell vargjet vet. Pastaj varet edhe për kë krijon, sepse unë zakonisht shumë i kam qejf karakteret. Po. Mua më ndodhin shumë këngë që të hudhen në kosh delete bohen, sepse për shembull unë e kam kriju për ty ajo s'ka pëlqyer, ka qenë shumë e bukur. Edhe unë e kam për delete, nuk ja kam ofruar asnjë tjetrit. Shumë më pëlqejnë karakteret e njerëzve, dua si karakter t'i njoh, dhe unë mendoj që aty është suksesi. Nga jo që shef tek unë, çfarë këngë do më shkonte, pavarësisht se s'kam zë muzike. Nuk të kam menduar si këngëtare, Blerona. S'kam menduar si këngëtare. Cilën nga këngët që ke krijuar deri më tani do ta konsideroje kryevepër? Dhe mos më thuaj që nuk i ndaj. Jo, ndigjon, kam shumë, po është një këngë që e kam shkruar për Visa Rexhepin dhe Gerta Heta. Është dashuria nuk ka ngjyrë as nuk ka fe. Për mua është një perl nga të mirat, edhe ndonjëherë shumë, jo vetëm për atë, por edhe për shumë tjera pyes. A thoni kam shkruar këto vargje? Po, shumë këngë e bukur. Ajo nuk di pse atë këngë shumë e dua, një këngë e cila mu më gjallë shumë emocion, një këngë që më fut shumë thellë, edhe një këngë e cila i reziston kohës, edhe mendoj që ajo këngë do regjistrohet diku ndonjë libër, ndonjë antologji, ndonjë që të mbahet mend, sepse këngë të tilla janë të rralla. I bashkangjitem mendimit tënd, ngelet një ndër këngët më të bukura që edhe unë e kam dëgjuar. Ka pasur ndonjë këngë që ndoshta je penduar? Pse është kënduar? Pse ka dalë ndrit? Jo. Ndoshta jam penduar për artistin. Por jo. Unë qëndroj pas gjitha këngëve të mia, ndodh se tash interpretët janë të shkëlqyshëm, janë të mirë, por ndonjëherë dhe jo të mirë. Ndoshta ndonjëherë ndonjë interpret nuk ja ka dhënë atë shpirtin që unë e kam kërku, se përndryshe për gjitha këngët që i kam krijuar, unë qëndroj dhe para gjyqjeve ndërkombëtare, them që unë këtë kam kriju për këtë arsye, dhe unë qëndroj pas tyre vargjeve, qofshin të bukura ose jo të bukura. Është krijimtaria ime dhe asnjëherë nuk i bëj pishman, sepse kur më pyete se kur është momenti i frymëzimit, ka qenë një moment i tillë. Kanë qenë disa orë humbje, ka qenë një emocion që unë i kam thurë ato vargje dhe unë qëndroj pas atyre, qofshin të mira apo jo të mira. Ka diçka që ndoshta mund të jetë kryevepër, mund të jetë perl, por që nuk është kënduar sepse të zhdukur shumë personale, apo ndoshta nuk e ke gjetur akoma atë këngëtarin e duhur që ta meritoj atë tekst? Kam shumë personale, i ruaj me shumë xhelozi, i lexoj para miqve ndonjëherë, kam shumë poezi të bukur unë. Edhe pse s'kam botuar asnjëherë. Sepse edhe kjo bota e botimeve sikur tene po ngecë edhe është e devalvuar pak. Dhe unë i ruaj me shumë dashuri, edhe kur ndonjëherë pim, kur unë recitoj nga një varg, apo i nxjerri prej telefonit ku i kam shkruar gjëra të bukura, do t'i jap. Do t'i jap, por zakonisht i zgjedhja artistët. Më ka ndodhur një tjetër e bukur në këtë aspekt. Është një poete, aktore, humaniste, Drenicës, Emine Ymeri, një vajzë jashtëzakonshme, edhe një mbrëmje në një parti isha unë ku argëtohesha me disa miq. Ajo mi tërkoi disa vargje. A shumë pëlqyen ato vargje, a shumë e gjeta veten aty, edhe kom zbrit poshtë, e brari në studio, kom në kape gitarë. E kom bo melodin, e thash mere kamerën du spot të boj këtë këngë. Mu duke aq vargje të mirë, asa që unë kryova një melodi tepër të mirë, edhe mendova që ato të boj vetun. Edhe e bëra, s'ka të orkestrim, ka një gitarë, kam një gotë me verë për para, edhe këndoj unë, po si ishin vargjet mia, ishin të minës, po e gjeta veten. Kështu që ka shumë gjëra personale. Kur them personale, ato nuk janë vetëm të mirat personale, janë tuat, janë të gjithve, se gjithë kjo jetë, e gjithë kjo zhvillim po krijohet, po bëhet, po jetohet për pak dashuri. Kur jemi ke dashuria, si do të ma përshkruaj dashurin?
tash në këtë mosh, në këtë etapë të jetës. Në këtë etapë të jetës, për mu dashuria është gënjeshtër, është iluzion, është humbje kohe, është vujtje. Çfarë të ka bërë ta mendosh këtë? Unë i kalova gjitha fazat. Edhe më në fund e kupton që është një magji. Aq më tepër kur nga çifti nuk kthehet njëri dashuria. Për njërin është lumturi derisa kalon në dallje, për tjetrin është vujtje, humbje kohësh, humbje shpirtërore, humbje morale, humbje materiale, dhe më në fund ti e kupton që pse ta dua unë këtë, apo pse ta dua atë. Kurse marr mbrapsh. Kështu që në këtë kohë them jam pro dashurisë derisa duhen një çift. Në moment kur njëri luan bishtin, ndërprej dhe vazhdoj jetën, mos humb kohë, se koha është e shenjtë dhe nuk kthehet asnjëherë. Një shkrimtar thot, për dashuri të reja, jeta është tepër e vjetër. Si e mendon ti këtë? Me që e ndërlidha me atë që... Elitës pas ja kam shku një këngë, vitet ikin. Po. Tash do më kujtohet refreni. Kanë kaluar vitet tani. Nuk u bët herë kur isha më i ri. Kështu që çdo gjë shkon me kohë. Çdo gjë shkon me kohë, sepse dashuria dikur kalon në shprehi, thonë se studiusit, thonë dashuria zgjat 2 vite, pastaj kalon në shprehi, nëse nuk arritit kalon shprehi, pason ndarja. Kështu që dashuria ime ka kalu më në shprehi, unë kam një familje të mrekullueshme, dhe unë kam shumë dashuri për gjithë të tjerët, por dashuri rinore, vjen shumë keq të ri që vuajnë, dhe të kisha thënë mos vuni se nuk ja vlen, sepse ka dashuri për gjithë. Nëse dikush të urren shumë, ka dikush tjetër që don shumë. Kështu që nuk ja vlen të vuhet, të lihen të gjitha gjërat mbrapa, sepse vitet ikin edhe s'kthehen asnjëherë. Folëm për dashurin, po të flasim pak për njerëzit, çfarë të ka mësuar koha për njerëzit, ndarjet, bashkimet, miqësitë? Njerëzit janë të çuditshëm. Nuk i fajsoj njerëzit për këtë që ndodh, sepse në çdo bisedën e dytë ti shef dëshpërim ndër miqësh, ndër familjar, ndër kolegë të vjetër apo diçka tjetër, edhe pastaj ti thot pse unë pas kam investuar te këta njerëz sa gënjeshtar pas kanë qenë. Unë mendoj që si situata politike, situata reale në për rajonet tona, ajo materiale sidomos na ka bërë që ne të bëhemi ujq për njëri tjetrin, të bëhemi lakmitar, të fillojmë t'i urrejmë miq tanë sepse janë të suksesshëm apo kanë një biznes të mirë. Ndërsa në thellësinë e tyre në shpirt nuk janë të tillë, po i detyron jeta, sepse jemi dëshmitar të shumë njerëzve që nuk dinë me si ta fillojnë ditën. Edhe nuk kanë ku të mbështeten, dhe aty fillon urrejtja ndaj të tjerëve, dhe mendon që të gjithë ty ta kanë fajin se ti nuk ke. Kështu që ndonjëherë dhe nuk i fajsoj njerëzit, po megjithatë, unë betem romantikit kaluarës, unë i kam shokët e mi të klasës, gjeneratës, i kam bashkëpunëtorët e mi edhe në sferën e muzikës, edhe miqtë e mi, kam edhe shumë miqtë të ri, që të gjithë janë të mirë së ardhur të unë, po unë e kam atë ekipin tim i mirë apo i keq që është e ruaj me shumë xhelozi. Po lirin si do të ma përkufizoje, a ke ndjer liri ose munges lirie, qoftë në art, qoftë në mënyrën e të jetuarit, apo edhe në mënyrën e të shkruarit? Lirin ne vetë duhet ja falim vetvetes, dhe unë urrej dikush të më ngulfas, të më kufizon, si në shkrim, si në jetë të përditshme, si gjithçka. Liria është e shenjtë. Lirin e të vetë duhet ta fitojmë. Por që deri aty ku nuk e dëmtojmë tjetrin, ashtu si është neni pari kushtetutës amerikane. Liria ime përfundon aty ku fillon liria jote. Ashtu. Të ndalemi tek një tjetër pyetje, nëse se një këngë do ta përshkruante jetën e Avni Xhailit, cila do të ishte ajo këngë në 3 minuta? Këngët e mia
Mendoj që aty jam unë, gati se të gjitha. Të gjitha? Të gjitha. Mos unë pyes se pas ke vujt, nuk kam vujt shumë, po. Njeriu kur është i ri dhe kur dashuron, për të çdo gjë ideale, dhe ti për atë periudhë bukur të rinisë tënde, të jetës tënde, për ato kënaqësitë tua, për realizimin e ëndrrave tua, apo për dështimet tua, ti mund të shkruash gjithçka. Është një moment, është një 5 minutë që i dëshpërimit tim, është një 5 minutë që i gëzimeve. Kështu që dashurin, po nuk e shijove, po nuk të kthye dashuria, po si i përmbushur me dashuri, ti nuk di se çka është vujtja. Andaj unë ka shumë copza në për shumë këngë të mi, atë është një e bukur e Sina Vllazaliut sa shumë vite, ku ndoshta më shumë e gjej vetveten aty, ndoshta unë jam ai aty, por me një këngë nuk përshkruhet se i kam bërë 40 plus. Rrugtimin jetësor të gjithin deri më tani, a ke menduar ndonjëherë me gjitha këto krijimet, copzat, poezit, ta botosh pak më herët që nuk kam botuar asgjë, po a është në planet e tua afatgjate? Kur i bëra 50 vjet, e kisha gati, vazhdoj ta kem laptop gati, bashortja ime merret me këto punët teknike, mi rregullon krejt. Edhe i kisha bërë për zgjedhjen e 500 teksteve të mia më të mira, që ballina do t'ishte një 5 që e madhe, 1-0, 50, 2-0, 500 të botume, dhe 3-0, 5.000. Atëri kisha 5.000, kisha numru. Por sikur pak rash në depresion, u dëshprova sikur mendoja që unë me atë përmbylli karrierën time, thash jo, do ta lëm më vonë. Si e mendon plakjen? A ke frikë nga plakja? Jo. Unë kam disa artist ballkanik dhe botëror që e ndjej dhe e shoh veten, unë do t'jem si ata. Unë jam pjesë e festivalit Ohrit mbrëmjes ndërkombëtare, ku zakonisht unë çoj këngën time si përfaqësues Shqipërisë, edhe aty takoj shumë artist prej Ballkanit. Edhe ka qenë një artist shumë i mirë që si fëmijë e kam adhuruar, ai është Vlado Kalember i Kroacisë, i cili tash është mbi 70 e kusur. Dhe unë e kam adhuruar, i kam shku në për koncerte, po ja, tash vjen një periudhë kur ti bësh i barabart me të gjithë krijuesit tjera, po interpretët, dhe takova para 2 viteve në Ohër, më prezantoi drejtori i festivalit, ndejtëm me një tavolin, këngëtarja ishte e Kosovës që përfaqësonte Shqipërinë. Tash unë u emocionova që e takova dhe që po bisedoj, që ai më dëgjon mua me shumë vëmendje. Po kjo këngëtarja ime nuk e njihte atë, pastaj i tregova. Edhe ai është mbi 70-ave dhe është një figurë shumë i adhuruar, edhe i pashëm edhe krejt. Është edhe një tjetër, unë ashtu e shoh vitet e mia, unë nuk besoj që do t'jem një plak klasik. Kështu që nuk mërzitem për vitet që shkojnë, unë ndjem shumë i ri, jam shumë i pranueshëm, edhe tek të rinjt, sa që unë do ta mbri si Kalemberin, si disa të tjerë që do të vdes i ri. Vdekja është pak një term që ndoshta atë trem si term, si proces, si gjë. Jo, se kaluam në tema që jeta është rrugtim. Po. Dhe të gjithë do të vdesim një ditë, por dua të vdes le të jetë në vdekje e bardhë, thonë, se ka vdekje të zeza dhe të bardha. Le të jetë një vdekje e bardhë. Sepse të gjithë do shkojmë një ditë në atë botë, pastaj unë jam shqiptar i përkatësisë fetare islame, unë besoj në Zot, besoj në librin e shenjtë, besoj në veprat e mira, me çka ti do të shpërblesh në atë botë. Ndonjëherë jam shumë i lumtur kur bëj retro jetës time, sinqerisht s'kam bë keq. Nëse kam bë keq dikujt pa vedije, nuk kam bë keq, ndonjëherë jam i lumtur, por disa obligime fetare që nuk i bëj më shqetësojnë pak. Të shqetëson kjo gjë.
Të ndalemi pak tek pjesa e programeve që ke realizuar, emisioneve, aktiviteteve ndryshme. Do doja të ndash me ne ndonjë rast që nuk e ke ndarë më herët publikisht, ndonjë gjë interesante që të ka ndodhur, qoftë në skenë, ndonjë situatë e pakëndshme që ndoshta s'ke ditur si t'i ikësh. Bëja regjistrimin e show programeve të mia Kompromis. Tash të gjithë njerëzit frikohen prej tërmeteve, po unë sikur e kam pak fobi edhe çdo natë kur bie në shtrat, unë kam frikë. Edhe tash disa miq të mi e dishin që unë kam frikë, sa po kishin ndodhur një dridhje në Shkup, e përjetuam shumë keq, dolëm prej shtëpiave, shkuam periferinë. Edhe unë bëja regjistrimin e Kompromisit. Tash ka ardhur një mikja ime aty, ka organizuar gjithë ekipin, që unë kur dalë të bëj prezentimin e parë, t'i lini me kamera me krejt, dikush t'i bie derës, se po do të përmet. Edhe unë sa po u paraqita, filloi një dridhje, një ushtim, dera dhe po thonë tërmet edhe po ikin, nuk ikin ato rrinë tërmet, edhe unë i pari vrapove. Edhe tu i përtit qitëve, ikni. Por, a shumë u shqetësova, sa që ajo mikja ime zguzon të më delë parasysh se ndoshta edhe kisha sulmu fizikisht. U revoltova shumë, u frikova. Edhe çuditësha pastaj disë një 2-3 improvizun që po ikin, po do kamerman fshifshin mu kështu. E pe që ishte thjesht një grack. Po grack, po edhe ato e kanë të regjistruar gjithat. Tash po e nxorët këtë pa ju vësi, edhe nuk e kanë nxjerr asnjëherë. Të merr ka qenë ajo. Ka qenë, e ke përjetuar keq. Shumë keq, ato deshtën të bëjnë shaka me mu, po shumë keq e përjetova, sa që ata nuk guxon më ta nxjerrin atë gjë. Thjesht u shmenda, si shmendu, s'di komik të ju bërtit njerëzve ik, shif janë altë kur do bin ato plakat e mdhaja, a dikush gjithë kohës derën e, po. Sa kish kalu një tërmet të mërshëm, ta shkrejt frigohen, po ka edhe njerëz që s'frigohen, thonë, çka të ndodh. Unë e kam të merë sot e kësaj dite, unë kur bi, këndoj dova, lutje, edhe kur më zënë gjumi atëherë atohem. Të ndalemi pak tek angazhimet, ndonjë angazhim tani sfundi që e mendon, ta sjellësh në televizion, ndonjë emision interesant? Blerona, unë ka kohë që kam një koncept 3 programor para servis atje ku punoj. Mirë po, mua më duhet përkrahja politike që nuk e kanë, po e pata, unë mendoj që televizioni tim i duhet një refresh kompletuar, pa e dëmtuar asnjë prej të punësuarve, por që ai televizion duhet të startoj me një petkë të ri, me një koncept të ri, me diçka tjetër, me diçka bashkohore, sepse ne përmendëm edhe teknologjia shkon shumë para, ndërsa ne kemi bet romantik të asajt vjetrës, por që ai televizion duhet të ketë përkrahje nga qeveria, nga politika shqiptare në pushtet, pa marrë parasysh cila është, dhe unë mendoj që kisha mund të bëj diçka shumë bukur të mirë nga përvoja ime që kam, sepse unë zyrtarisht jam i punësuar atje, por jo zyrtarisht kam bashkëpunime me prej të Top Channel deri te TV Mitrovica. Do një projekt konkret që pret, që e ke akoma në sirtar? Është një nga projektet, një show program i madh midis Tiranës, Shkupit dhe Prishtinës, një show i madh televiziv, ku do transmetohet në 3 televizione, do t'jetë nga 3 prezantues, njëkohësisht ne do t'i shohim 3 studio, 3 qendra, 3 krejt, po kjo është një nga projektet e mia më madhështore, i cili është shumë lehtë për t'u realizuar, por duhet vetëm dëshira e njerëzve të mëdhenj. Po, uroj që të realizohet, po. Avnit, falenderoj shumë, por përpara se të ndajemi, do doja ndonjë këshill, ndonjë apel për gjithë teleshikuesit tanë. Unë ty të falenderoj nga zemra që më zgjodhe mu, thash unë Tetov ndjehem si në shtëpi, jo vetëm Tetov, por në çfarëdo qyteti shqiptar që shkoj, unë asnjëherë s'kam s'jam ndje i huaj, sepse unë i dua dhe njerëzit më duan. Teleshikuesit ta bëjnë atë për çka janë të lindur, ta ndigjojnë intuitën e vet,
Nëse është diçka shumë e madhe, që të tjerët i thonë është e parealizueshme, por që ti e ndjen që duhet ta bësh, bëje, sepse gjeniu nuk ka lind as në Paris, as në Hollywood, as në qytetet mëdha, gjeniu ka lind në mesin ton gjithandej. Le ta dëgjojnë vetveten, ne të gjithë jemi të lindur me një mision dhe me një talent. Në atë moment kur e zbulon talentin tënd për çka të ka krijuar i lartë, shfrytëzoje vetin edhe bëje, dhe të jenë vetja, mos të imitojnë, mos të madhërohen, mos të nënçmojnë, vetëm të jenë vetja. Unë mendoj që aty është suksesi. Arnit, falenderoj shumë, ka qenë një bisedë mjaft e këndshme. Kënaqësia ishte ime. Atëherë të dashur teleshikues, ishim me një tjetër epizod të E pim një kafe bashkë. Unë ju falenderoj të gjithëve që na përcollët. Përpara se të ndahemi, do doja që të bëj një